Vetëm 2 lugë gjelle, fara të lirit, të bluara, çdo mëngjes, me sasi të lartë të ujit, përmirëson 35% ose kemi lehtësim të simptomeve të perimenopauzës deri në 35%. Pse? Arsyeja është sepse përmban farat e lirit përmbajnë fytoestrogene, që do të thotë janë hormone bimore, dhe trupi ton me konzumin e këtyre dhe trupin ton i duket sikurse po e prodhon estrogene dhe më të tjerë. Pra është një mirë balancimi i hormoneve dhe këto fytoestrogene janë lignanet, që ju sugjeroj me të vërtetë me marr sepse janë edhe këto duhet të konsumohen afatgjatë. Pjesa tjetër natyrisht farat e lirit përmban edhe sasi të lartë të fibrave në mirë menaxhimin e peshës, edhe kjo është një problem shumë i madh i grave në këtë fazë. Pastaj kanë sasi të lartë të proteinave, pra na mbajnë gopën më gjatë, prap dikon në sasin në mirë menaxhimin e peshës, dhe e treta ka sasi të lartë të vajrave esencial që janë edhe inflamacionin në trup e ulin, edhe natyrisht menaxhon mirë peshën, mirë por dhe disponimin. Çfarë duhet me bë? Konsumo çdo ditë farat e lirit, krahas kësaj natyrisht duhet me ushtru edhe sport. Por për me pas një masë muskulare, me rujt menaxhimin e peshës, çdo kile që e humb gjatë kësaj fazës është me të vërtet një dhuratë. Shumë nga ju e dini këtë problem, pra konzumoj të njëjtin ushqim, por po shtoj kilet. Pra është pikërisht kjo mirë menaxhimi i ushqimit në kombinim me sportin dhe në postet e tjera do të flas pak më shumë edhe për menaxhimin e stresit.